dhe pikrisht tek objekti i postës për të kaluar më pas dhe tek, sipas BBC-s, ushtria gjermane ka ndërmarrë rritje masive të investimeve pasi sipas një generali të lartë NATO duhet të përgatitet për një sulm të mundshëm në vetëm 4 vjet. Do të kemi gjithashtu edhe disa informacione që vijnë nga Suedia, ku qytetarëve u janë shpërndarë fletushka me thirrje për furnizim me ushqim të paktën për 72 orë në rast krize apo lufte. Këto do t'i trajtojmë së bashku me kolegun Kushtrim Bekolli. Mirëmëngjes, na erdhe Kushtrim. Dhe në lidhje direkte kemi Arben Dashevci, ekspert sigurie, dhe Bedri Elezi, po ashtu ekspert sigurie. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjes. Atëherë, Kushtrim, po nisim fillimisht me juve, po dua të ndalem fillimisht tek shpërthimi që ndodhi në veri, më konkretisht në Zveçan tek posta atje. Po, me asë që edhe sa, patëm informacione edhe nga Urali, nga korrespondenti ynë atje në veri të Mitrovicës, kuptuam që shpërthimi ishte me granatdore sulmi dhe si i tillë njëra prej granatave shpërtheu, tjetra me shumë gjas u neutralizua nga njësitë të organet kompetente dhe sigurisht një gjë e tillë, le të themi kështu, shkon në vazhdën ose në zinxhirin e një farë tentimit të destabilizimit jo vetëm në veri të vendit, por siç duket veriu është, le të themi, ajo pjesa që tërhiqet më shumë nga gjitha këto rreziqe që vijnë jo vetëm në Kosovë, por edhe nga jashtë saj, sepse po flasemi përmend edhe ti shumë mirë Gjermaninë, Francën, Anglinë, që besa edhe KFOR-in, i cili gjendet prezent në vendin tonë duke kryer ushtrime të ndryshme. I kemi më vonë besoj që do t'i kemi edhe disa nga fotografitë ku KFOR-i së fundi ka kryer edhe ushtrime në vendin tonë, edhe ka pas edhe një përgjigje për njërin nga mediat ose mediumet portalet tona në vend, duke thënë që kemi rreth 4700 trupa në Republikën e Kosovës të gatshme për t'ju kundërvënë çdo kërcënimi të mundshëm. Do të thonë është një farë situate, ja, këto janë fotografitë për cilat po flas, janë ushtrimet e fundit të KFOR-it të kryera nëse jam në rregull me informacion në Gjakov, nëse është në Gjakov i bie tjetë në Babaj të Bokës, janë njësitet e KFOR-it amerikanë, të cilët kanë kryer ushtrime. Dua të flas pak me Dashevcin, me qenë se kemi nga Mitrovica. Dashevci, çfarë është duke ndodhur atje? Ishte i pritshëm ky sulm dhe pikërisht tek posta ku veç kemi parë gjatë javës kaluar kemi raportuar për disa objekte që do të funksionalizohen në veri. Po padyshim se në këtë qytet atje të vogël kemi pas edhe më përpara, domethënë gjujtje me granat në stacionin policor, por edhe më përpara. Kjo është vetëm ajo vazhda, si e tha edhe Kushtrimi, për tentim, domethënë, destabilizimit të asaj pjese komplet, matan lumit Ibër, duke i parë gjithmonë edhe proceset pozitive që po zhvillohen. Matan lumit Ibër, ti gjithmonë nderuar po gjen ato copza kriminale që nuk janë dëshirojnë domethënë të mirën këtij vendi dhe sipas mendimit tim pa asnjë pikë dyshimi janë të dirigjuara domethënë nga Beogradi, por po shtrihet tash në këto kohënat më të vonshme, po shtrihet që rruga e tyre për të tentuar për të sjellë domethënë pasiguri po del paksa është e kotë, mirë po është absolutisht e papranueshme kur ti gjuan 2 granata dore dhe shqetëson një qytet, domethënë, aq të vogël, këtë qytetarët padyshim tash në kohët e fundit nuk e pranojnë dhe unë besoj që organet e tuesisë ashtu si që kanë dalur edhe më përpara, do t'ja dalin domethënë edhe tash t'i kapin kryerësit dhe t'i vënë para drejtësisë, sepse nuk ka vend sipas mendimit tim në territor të Republikës Kosovës ku policia nuk është aktive dhe nuk mund ta kryej punën e vet si reaguesi i parë, gjithashtu edhe me instanca tjera të sigurisë, por edhe me reaguesin e dytë dhe të tretë, të cilat janë, më falni, në prezencën më të madhe deri tashmë prej që na ka ndodhur sulmet dhe siç dihet situata është ajo si është, domethënë është e breshtë me mundësi të dhënie tensionimi dhe duhet vigjilencë pa asnjë pikë dyshimi. Dashevci, do të kthehemi pas pak tek ju, vetëm dua të marr dhe mendimin e Elezit. Ne e thamë që dhe e themi vazhdimisht që situata në veri është e qetë, mirë po e breshtë. Ishte i pritshëm ky shpërthim që ndodhi kjo granatë dore në Zveçan. Zotri Elezi, a do të mund të parandalohej, a do
A kishte shteti informacione për diçka të tillë që do të ndodhte? Ne mund të konstatojmë sërish se situata e sigurisë mbetet e breshtë në verinë Mitrovicës, por në asnjë moment të themi se këto sulme janë të pritshme. Nuk mund të themi se janë të pritshme për shkak të deklarimeve të vazhdueshme që ka pas qeveria e Kosovës dhe institucionet e sigurisë atje se situata është e qetë dhe se gjithçka se përket sigurisë është në kontroll. Nuk mund të jetë gjithçka në rregull kur ne do të kemi sulme të vazhdueshme dhe nuk mund të bëjmë krahasime nga viti në vit apo nga muaji në muaj. Por kur themi se situata është e qetë dhe është në kontroll, nuk duhet të kemi veprime të organizuara dhe të përsëritura. Pra ju e dyshoni që situata është nën kontroll në veri të vendit, nga ajo që ne dhe qytetarët përjetojnë dhe nga ajo që deklarohet edhe nga qeveria e Kosovës? Dy argumente janë publike dhe të fundit. E para, ky sulm tregon qartë se ata të cilët arrin që të posedojnë armë edhe luftarake si që janë bombat, i aktivizojnë sa herë që ato ka nevojë me tregu prezencën dhe rolin në influencën apo ndikimin që kanë apo influencën që kanë në zonat të caktuara, në këtë rast në vendin e caktuar. E dyta, kemi pas një deklarim të ministrit mbrojtjes maqedonës i cili thotë se kemi prezencë të shërbimeve sekretariuse në veri. Janë këto dy deklarata, apo këto dy raste, një rast dhe një deklarat që mund të themi pas të dy raste, ku evitohet faktikisht jo siguria në atë pjesë. Veprimet shërbimeve të huaja e posaçërisht ato operacionale me qëllim destabilizimit vendit janë saktësisht prova publike cilat vërtetohen nga vetë veprimet apo deklaratat se siguria në vend nuk është e qetë dhe se kontrolli në zonat të caktuara nuk ekziston. Nuk mund të themi se ne kemi prezencë të forcave të policisë Kosovës në vendet të caktuara për të konstatuar se situata është në kontroll dhe se veri është në kontroll. Derisa kemi gjithmonë veprime konkrete të grupeve kriminale apo terroriste serbe në atë kohë, të cilët me këto shpërthime tregojnë thjesht veprimet e tyre apo kontrollin e tyre që kanë në zona ku ata mund të posedojnë. Ishte dëshira atyre për të treguar që ata e posedojnë këtë zonë dhe janë kundër institucioneve, në këtë rast kundër hapjes së postës, apo thjesht për të destabilizuar dhe për të zhvendosur vëmendjen nga një situatë në tjetrën, tazëm nga situata në Serbi apo nga çështje të tjera që do të mund t'i konvenonin atyre që kanë udhëhequr këtë sulm. Personat apo grupet kur bëjnë veprime, si që është këtë rast sulmet me granata, thjesht tregojnë zonat e tyre të influencës, sepse nuk kanë pas për qëllim shkaktimin e vdekjeve të njerëzve, vrasjeve. Por që kanë pas për qëllim që tregojnë se ato janë aty dhe se ato kontrollojnë ato zonat të caktuara. Në rastin konkret kur Policia e Kosovës apo Agjencia e Kosovës për Inteligencë nuk ka pas një informacion paraprak për personat që fillimisht posedojnë të bomba, se ato i kanë poseduar dhe pastaj i kanë përdorur. Atëherë do të thotë se është dikush tjetër i cili në këtë zonë ka mundësi me siguro armë për këshillë dhe bombat, edhe me i përdorur sa herë që ata kanë nevojë me tregu se ato janë edhe po operojnë. Mirë, të marrë dhe mendimin e Dashefcit në këtë që po flasim së bashku me Elezin? Po, në vetëm desha me ndërlidh me kolegun, sa kohë në këtë pjesë të Republikës Kosovës, po përqëndrojmë strikt vetëm në aspektin e sigurisë. Është stadi portokall. Këtë kam thënë për sa herë jam prononcuar për çdo televizion ku më është dhënë mundësia, është ai stadi portokall që është e qetë e brisht me mundësi tensionimi ka qenë gjithmonë. Por tash, duke pas parasysh edhe atë përvojën e policisë Kosovës, duke pas parasysh se çka na ka ndodhur, mendoj që janë përforcuar radhët edhe të policisë Kosovës, por edhe të reaguesit tyt me një ardhje të njësie tjetër shtesë
për reagime nëse ka nevojë reaguesi i parë. Kurse reaguesin e tretë i kemi parë në vazhdimsi, se si po përforcohet, është e drejtë domethënë që nuk ka asgjë 100% në siguri, ashtu siç po e thot edhe kolegu, por vetëm po e ripërsëris se forcat e reaguesit parë, dytë dhe tretë janë shtuar, por gjithmonë duke pas parasysh se me kënd kemi të bëjmë dhe me çka kemi të bëjmë dhe në çfarë situata të më përpara kemi kaluar. Vigjilenca gjithmonë dhe prap se prap nuk ka alternativë dhe nuk mund dal pe kësaj. Domethënë pa vigjilencë nuk mund të arritim asgjë, gjithmonë duke pas parasysh edhe ngjarjet ose vorbullat e sigurisë që po ndodhin në rajon, si për shembull Bosnën me Dodikun, dhe mos ta përmend fare hiç Ukrainën, sepse aty po ndodh thuajse për çdo ditë ndonjë ngjarje e re gjeopolitike, sepse po ndryshojnë gjërat atë shpejt dhe kujt i konvenon domethënë kjo. Definitivisht kjo i konvenon më shumë të Rusisë tash në këtë vazhdën e marrëveshjes dhe posaçërisht dhe veçanërisht domethënë Serbisë, duke i pas parasysh problemet e saj të brendshme, ku ka arrit edhe deri në atë stad dhe po përfundoj kur në një qytet, në Pirot, ai vetë se është shpallur persona non grata dhe me deklaratat e tij të fundit ai thot mua dojnë të më largojnë dhe pikë. Pra kujt i konvenon ta zhvendos këtë vëmendjen, por edhe ajo siguria fatkeqësisht me atë çka kemi mësuar gjithmonë atje ku jemi shkolluar, nuk ka 100%, neve nuk na mbetet tjetër veç kemi vigjilencë të paparë deri më sot dhe të kemi atë koordinimin të apeloj me reaguesin e dytë dhe tretë pa ndërprerje. Mirë. Mirë që dolet në arenën ndërkombëtare, sepse nga ande kemi zhvillime apo jo kushtrim, kemi një NATO që ka filluar përgatitet për ndonjë sulm të mundshëm, një Evropë që po mobilizohet, gjitha shtetet pak a shumë në një panik, edhe qytetarët duke grumbulluar ushqim dhe gjëra elementare, duke u furnizuar, ta kenë një rezervë për të paktën 72 orë. Definitivist, por një deklaratë që vjen nga Gjermania, është një deklaratë shumë interesante dhe veçantë për atë arsye po e sjellim në këtë tavolinë, ku Markus Zinner, nga Fondi Gjerman Marshall në Berlin, ka thënë lidhur me atë se Gjermania po përgatitet për luftë, në titullin e BBC-s thotë kështu: ne filluam 2 luftra botërore, edhe pse kanë kaluar 80 vjet nga përfundimi i luftës së dytë botërore, ideja që gjermanët duhet të qëndrojnë jashtë konfliktit është ende shumë në ADN-n e shumë njerëzve. Domethënë me një farë forme disa shtete, sipas Markus Zinner, nuk është që kanë shumë dëshirë me po Gjermani në konfliktet të cilat mund të përzihet brenda Evropës ose ndoshta edhe jashtë saj. Për këtë arsye Gjermania vetëse sipas njërit prej mediumeve më të mëdha në botë për BBC-s, vetëse është duke u përgatitur për luftë, sepse në kohët e fundit sipas tyre lufta mori një rritje masive edhe të investimeve edhe të gjërave tjera. Duke u bazuar në të njëjtin burim në BBC, thuhet që NATO duhet të përgatitet për një sulm të mundshëm brenda 4 viteve. Elezi, a mendoni që mund të ketë një luftë të mundshme, ashtu siç po raportojnë dhe mediat ndërkombëtare, një luftë të mundshme në Evropë? Pra BBC tha që në këtë 4 vjeçar, në këto 4 vitet e ardhshme mund të ketë një luftë në Evropë. Deklarimet e shteteve anëtare të NATO-s, apo ato të Bashkimit Evropian, në lidhje me rrezikët që vijnë për shkak të Rusisë, e cila në vazhdimsi po tregojnë se është e gatshme për të eskaluar situatën e sigurisë në Shtetet e Bashkimit Evropian, janë deklarime sigurisht të bazuara në bazë të raporteve të shërbimeve sekrete të sigurisë të vendeve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ndoshta edhe të partnerëve të tjerë. Dhe këto deklarime padyshim që duhet trajtohen me seriozitetin më të lartë dhe ashtu po ndodh. Kemi veprime konkrete sa i përket angazhimit të ristrukturimit të kapacitetet ushtarake të vendeve të Bashkimit Evropian, posaçërisht të Gjermanisë, se njëra ndër vendet kryesore mund të themi të organizimit të sigurisë në Evropë. Kemi deklarime konkrete të përgatitjes së opinionit për zhvillimet në fjalë. Kemi rekomandime të pashtu konkrete për qytetarët se si duhet të sillen apo si duhet veprojnë në rast të eskalimit të situatës sigurisë. Madje siç e thatë edhe
gjatë edicionit të lajmeve apo gjatë diskutimit, se shteti për shembull i Bashkimit Evropian dhe anëtari i NATO-s Suedia ka paralajmëruar që gjithashtu shtetarët e saj, të cilën e kishte bërë edhe shteti i Bashkimit Evropian, për të qenë të përgatitur edhe në aspektin e çështjeve që kanë të bëjnë me jetën e përditshme apo për të përgatitur edhe pjesët eventuale të nevojshme për ushqime në rast të kemi një shpërthim të tillë. Kriza apo lufte. Edhe kujtojmë gjithashtu më fal tash Elezi pas pak do të kaloj tek ju, kujtojmë që një gjë e tillë me qytetarët të Evropës pati ndodhur gjatë kohës së Covid-19. Pra këto fletushka shpërndohen shumë rrallë, vetëm atëherë kur situata është alarmante. Nën kupton që me të vërtetë situata nuk është as pak e qetë në Evropë derisa edhe veç qytetarët në këtë rast Suedis kanë marrur këto fletushka që janë shpërndarë se si të sillen apo si të mobilizohen në kohë krize apo lufte? Padyshim se është evidente, është e saktë që shqetësimet janë serioze, janë të bazuara dhe janë paralajmërime për qytetarët e komuniteteve të shtetit të Bashkimit Evropian dhe krejt kjo bazuar në informacione ditore që vijnë nga burime mirë të informuara shtetet anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kushtrim? Po. Po kthehemi edhe një herë tek Gjermania, ku generali Breuer tha BBC-s se Gjermanisë i duhen edhe 100.000 trupa shtesë për të mbrojtur në mënyrë adekuate veten dhe krahun lindor të NATO-s. Një total prej 460.000 duke përfshirë edhe rezervat e këtij shteti. Prandaj, generali Breuer këmbgul se kthimi në shërbim ushtarak është absolutisht i nevojshëm. Dhe thotë Gjermania veç se po fillon të marrë hapat edhe të tjera dhe më serioz sa i përket mbrojtjes territorit dhe kufive të saj. Dërsa pra Gjermania kërkon 100.000 trupa shtesë, kjo nënkupton se çfarë krize mund të jenë vende tjera të Evropës. Ta shefci? A mund të ndërlidhem me të dytë kolegët? Patjetër. Do me thonë, po nisem nga shtetet skandinave. Është hera e kortët që në Suedi, do me thonë, përgatiten për atë që ka e kërkon shteti, ja për venstrehimet dhe për të gjitha, do me thonë, si duhet sillesh ti në një rast nëse ndodh diçka. Po përqendrohem tash vetëm në Gjermani. Tash me ardhin e establishmentit CDU-CSU, së bashku me, do me thonë, SPD-n, me ish bundeskancelar Scholz, po e shoh një vendosmëri shumë të madhe, sepse sa për informatën e juaj. Është hera e parë në historinë e Gjermanisë, pas 70 viteve, që është marrë ky seriozitet si që është marrë dhe po e kërkojnë, do me thonë, po e përgatitin popullin vetëm si preventiv. Pra jo për luftë, por vetëm si preventiv, por serioziteti është i madh. Dhe në Bashkimin Evropian, kur Gjermania e merr diçka serioze, duke e ditë paraprakisht se kam jetuar atje, dhe e di se çfarë serioziteti kanë, kjo është ajo parapregaditja ose preventiva që në Evropë nuk do të jetë si një domino ose një mësim për vendet tjera të Evropës se si duhet sillen. Kjo është një. Vendoshmëria e dy gjermane, ose establishmenti të ri që ka ardhur, ka qenë deklarata e djeshme e bundeskancelar, do me thonë nga CDU, CSU dhe Scholz, ku i ka thënë qartazi, shumë qartazi. Unë deklarat më të qartë nuk kam pa deri në ditën e sotme, pra ka ardhur koha edhe për ty Orban, duke e pas parasysh edhe ato deklaratat e tua tash e 2 vite, por nuk janë dalur, do me thonë, me kaq, ka qenë edhe bundeskancelar nga CDU-ja, por edhe kryetarja e komisionit von der Leyen, ku ka pas një bisedim, do me thonë, tepër të ashpër me kryeministrin Fico, dhe i ka thënë ato që i ka thënë me çfarë serioziteti, por unë tash ku e po e shoh vetëm një dritë në fund të tunelit. Po e shoh një dritë të fund të tunelit në establishmentin Trump. Pse po e shoh? Sepse nëse ti bazohesh
Më shpejt lutem sepse kemi një çështje tjetër të rëndësishme për diskutuar. Po, nëse është vetëm marrëveshjen me Poloni, do me thonë Shtetet Bashkuara për ardhin e baterive Patriot, kjo po mendoj se po thehet Akli dhe Trump po vepron. Do me thonë Trump po vepron. E qartë. Mirë, në fakt Dashefsi. Elezi, kam një pyetje për juve dhe dua diskutoj një çështje që besoj është shumë e rëndësishme. Tashmë dhe shtetet e Ballkanit janë ndarë në disa bloqe, kemi parë aleancën në mes të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, ku njerësh kanë bërë thirrje edhe për aleanca dhe shtete të tjera. E në anën tjetër kemi dhe Serbinë me disa shtete të tjera që tashmë kanë aleanca. Para pak minutash është ministri mbrojtjes i Hungarisë, i cili ka postuar një fotografi duke i paralemruar njerëzit që është duke u nisur rrugës për në Beograd. Çfarë do të thotë kjo? A mund të kemi në këtë rast një ndarje edhe të shteteve të Ballkanit, disa shteteve të Evropës, dhe çfarë do të thotë kjo për sigurinë e Kosovës dhe bllokut tjetër që është kundër Serbisë dhe shteteve të tjera? Është shumë e saktë se kjo që po ndodh ishte duke u pritur, në fakt ishte në pritje zhvillimeve që do të vinë, se krahas të inteligjencës amerikane e cila ka ideu aleanca treja natyrale për çështjen e sigurisë, duke nisur nga aleanca mes Kosovës, Shqipërisë, Kroacisë, e cila më pas do të zgjerohet edhe me pjesëmarrjen e Malezi, Bullgarisë apo dhe vende të tjera, ndoshta edhe Maqedonisë së Veriut. Dhe padyshim që krahas këtyre përpjekjeve për të garantuar lidhjet natyrale dhe bashkëpunimet, koordinimin me SBA-t, kemi edhe përpjekje të tjera sa i përket angazhimit dhe bashkëpunimit, koordinimit me Rusinë. Kjo lëvizje që ishte nga 3 shtetet, Kosova, Kroacia dhe Shqipëria, sa i përket aleancës fillimisht një deklaratë, në fakt, për një aleancë akoma është në nivel deklarativ, por që është një dokument që derivon domethënë nga një aktivitet më i mëhershëm, i cili pritet të konkretizohet me veprime të sakta apo konkrete të përket angazhimeve në këtë aleancë, por që realisht ka të bëjë me çështje të sigurisë. Nuk është aleancë që mendohet të ketë veprime konkrete për zbatim të çështjeve që kanë të bëjnë me luftën, por që ka të bëjë me çështje që kanë të bëjnë me aktivitete ushtarake. Pra mos ndihet Kosova dhe bloku tjetër i kërcënuar, Kosova, Shqipëria dhe Kroacia, nga aleanca që po krijohet në anën tjetër përballë tyre? Padyshim se çdo kundërveprim është një përpjekje për ta treguar anën tjetër të medaljes që në rastin konkret për treguar një angazhim kundrejt kësaj sigurie nga jo siguria që pritet të bëhet nga aleanca në anën tjetër. Kjo është e mirë. Sepse po ndahen në fakt taborët. Është tabori rusofil dhe është amerikano i cili është realisht që ka të bëjmë me angazhimet e vendeve që lidhen me detin Adriatik. Jo më harroni një fakt. Kam thënë në nërë duhet ta përsëris. Në detin Adriatik nuk ka vend për 2 flota ushtarake, është përpjekja për të garantuar angazhimin e flotës amerikane në detin Adriatik dhe njëkohësisht është angazhimi më serioz sa i përket sigurisë në Gazishun Ballkanik dhe ndërsa Bashkimin Evropian. Qartë. Me që përmend Orban, në këtë punën e izolimit, diku një dokument 18 faqesh nëse nuk gaboj, i lëshuar nga dikun të Bashkimit Evropian, e thuhet në rrjetin social X. Orban ka shtuar rreth tjerash, SBA po negocion për një armë pushim, e ka fjalën besoj për rreth Rusisë dhe Ukrainës, ndërsa elitat brukseliane kanë në plan të zgjasin konfliktin. Ata tani flasin për rekrutim të detyrueshëm, gjuetim politike të shtrigave, madje edhe një NATO paralele për të na marshuar. Ka shkruar kështu Orban në rrjetin social X. Tash unë kam një pyetje për dy të ftuarit tonë se çka do të thotë kjo, a është një farë lloj ngritje koke e Orbanit dhe le të themi edhe ekipit të tij kundrejt jo vetëm NATO-s, por edhe siç e ka quajtur elitës brukseliane.
Po, nëse mundu, nëse po e la zotëriu në lezit parit. Vazhdo vazhdo, s'ka asnjë problem, vazhdo. Sa bukur, sa bukur. Nëse keni lexuar, do me thonë, në ndjet deklaratën të më pashme që përmenda, do me thonë, të CDU-s dhe CSU-s, Hungaris pritet shumë shpejt. Unë mendoj që javën e ardhshme bilet, të i largohet ajo veto ose këto ndalesat, ose këto destruksionet që po i bon mu brenda Bashkimit Evropian, që t'i ndaloj, do me thonën, edhe veton e saj, që mos ketë edhe veto që të sankcionohet për brenda Bashkimit Evropian, dhe këto deklarata, vetëm t'ja rikujtoj kushtrimit, nuk janë të sodit. Janë 2 vitet e fundit që i ka bërë, do me thonë, konstant, dhe këto i përcjellën për pikëri. Në njërë konstante, po e vërtet. Po, ajo rruga e Orban, tash e 2 vite, me ardhjen e këtij establishmenti, dihet që Gjermania është definitivisht motori i Bashkimit Evropian, tu nuk e ka askush asnjë dyshim, po ju ngushtohet rrethi, kurse sa për aleancat dhe po e përfundoj. Aleanca Kosovë, Kroaci dhe Shqipëri, sipas mendimit tim, është fakti pakthyer. Kurse në rastin e Kosovës dhe vetëm në aspektin e sigurisë, ne kemi NATO-n këtu, dhe po se e themi NATO-n këtu, duke pas parasysh se sa shtet i vogël jem, të ne mbretëron ajo qetësia në këtë vorbull të sigurisë. As më shumë dhe as më pak se kaq. Mirë, të marim tash mendimin e Elezit, dhe për më vjen shumë mirë është një qytetari mes ju dyve duke i dhonë për parësi njëri tjetrit. E kemi obligim që të reflektojmë krahas nivelit qytetarë që e kemi, sepse e kemi një qytetar i cili vërtet, apo një shikues i cili vërtet është këtij niveli dhe ne duhet të arrujmë të lloj nivelit edhe në komunikimin tonë. Është shumë e saktë se Rusia ka, nëse përket destabilizimit të prishjeve të programeve të sigurisë në kuadër të Bashkimit Evropian, ka Hungarinë dhe Orban, i cili po tregon qarta dhe se është në gatishmëri të vazhdueshme për të marrë detyra konkrete nga Moskva zyrtare, dhe kemi një Serbi dhe një Dodik i cili voçish dhe Dodik në Ballkan, që ashtu janë realisht angazhuar për llogaritë të Serbisë dhe Rusisë për të angazhuar aktivitete e sigurisë. Këto janë evidente. Dhe sa që është e nevojshme që të vendosen interesat në bisedimet të mëdha, përfshi edhe zhvillimet që kanë të bëjnë me riorganizimin e Shtetit të Bashkimit Evropian për sigurinë tonë, kemi një veprim të tillë nga Hungaria, e cila po zbaton politikat e caktuara nga Moskva zyrtare. Ajo që është shumë e rëndësishme, vendimi i Bashkimit Evropian për të investuar 800 miliardë deri në 1 triliard euro në çështjet e industrisë ushtarake dhe sigurisë, është, mund të themi, një tregues i qartë se tani më fokusi i përplasjeve për gjeostrategjinë e jo-sigurisë ruse nuk është vetëm në Washington, është edhe në Evropë dhe në Bruksel. Më së vërtetë se Brukseli ka marrë veprim konkret dhe vendim konkret që ky lloj impakti i sigurisë me gjithë këtë investim është vërtet njëri ndër treguesit e qartë se tani më nuk është Evropa e rrezikuar në kuptimin e përgatitjeve ushtarake nga Rusia dhe se vetëm shpëtim nga Rusia vjen nga Washingtoni zyrtar, por që administrata amerikane mund të themi e zgjoi nga gjumi Evropën dhe i tha që ju duhet të jeni vetë ata që do të siguroni qytetarët e ju, dhe sigurisht që për Rusinë kjo është një problem serioz. Qartë. Mirë, të faleminderit shumë Elezi që jeni bashkuar në këtë bisedë për gjithë kontributin që dhatë sot dhe vazhdimisht në emisionin e mëngjesit për shikuesit tanë. Gjithashtu një falenderem shumë të veçantë dhe për dashefsin, faleminderit shumë. Faleminderit juve, punë të mbarë, ditën e mirë. Faleminderit. Ushtrim, faleminderit.